Po ne është bukur e qartë, e thjeshtë, nëse ka drejtësi dhe trajtohet aspekti meritor. Atëherë Neni 86.2 është i qartë, i qartë sikur loti, i pastër si loti. Thot, 30 ditë para se t'i përfundoj presidentës, afati i saj në zyre duhet të ketë zgjedhje. Çfarëdo trajtimi tjetër është rrethanor. Një çështje tjetër shumë problematike për ne, lidhet drejt për drejt me mendësinë e lëvizjes vetëvendosje për të sulmuar institucionet e pavarura. Qysh mund del një përfaqësues i popullit, një parti që ka 50% dhe ta sulmoj institucionin e pavarur, gjykatën kushtetuese, të tentoj të ndikoj politikisht, duke shkuar aq lart, duke thonë se disa ambasador po dojnë me shkatërru gjykatën kushtetuese. Jo bre burq, ata që e kanë ndërtuar, ata që e kanë ndihmuar, nuk e shkatërroni, e shkatërroni ju që doni të keni ndikim politik.